Zotëri Dushi, përshëndetje. Përshëndetje, Ermal. Zotëri Dushi, sot i deponuat në nënshkrimet. Është duke u bot diskutim në studio. Mbledhet kuvendi, një situatë hipotetike. Shkarkohet Lumir Abdigjiku, a presni përqarje dhe çka nëse nuk arrin votat për shkarkimin e Lumir Abdigjikut, a vazhdon LDK-ja të mbetet unike? Ashtu dyat janë hipotetike, po pra. Po njëna prej dyjave ka me ndodhë. Ka me ndodhë, gjithsesi, unë mendoj e para që mbi bazën asaj çfarë ne kemi bërë punës në teren gjatë tyre ditëve, mendoj që kuvendi do të thirret dhe do të veprohet në bazë kërkesës që kemi deponuar. Në asnjë hezitim nuk ishte. Asnjë hezitim nuk ishte as nga kryetari në një video adresim që do të thirret kuvendi. Nuk pres, që them të vërtetën, asnjë rast që në rast se ndodh shkarkimi i zotit Abdigjiku që LDK-ja të ndohet ose të përqohet. Sepse ashtu që e kom thonë ditë më parë në emisionin tuaj. Siguron edhe gjithë të tjerët janë aty për lidhjen demokratike të Kosovës, për atë çfarë kjo parti përfaqëson. Tash më shumë se 3 dekada. Ndërkohë që edhe po që se ndodhe kundërta. Konfirmohet në një farë forme zoti Abdigjiku duke u votuar kundër shkarkimit të tij, përveç tendencave ose përveç ndonjëakmarrje politike apo përndjekjeve do t'i quaja unë tendenca çfarë i kemi parë në disa pas 31 janarit, unë nuk besoj që askush është i gatshëm që të largohet prej lidhjes demokratike. Ju edhe nëse kryetari Lumir Abdigjiku mbetet në krye të partisë, nuk do të ndani, nuk do të përçani. Jo në asnjë mënyrë, nuk është kjo ideja, nuk është kjo qëllimi. Qëllimi është rrita dhe zhvillimi i LDK-s dhe në asnjë mënyrë ndarja dhe zvoglimi i saj. Nuk ka asgjë të keqe këtu. Mendoj se atë çfarë ka bërë zoti Abdigjiku me 31 janar, që ka qenë referimi i përgjegjësisë së tij kuvendit të lidhjes demokratike të Kosovës, si organi më i lartë statutari i kësaj partie, po e bëjmë ne tash delegatët duke referuar përgjegjësinë e tij edhe një herë para kuvendit të Kosovës, po kësaj radhe edhe pas një palë zgjedhjeve do t'i quaja me rezultat të dobët. Ju jeni të përçam, pavarësisht që po thoni që nuk do të përçohet. Fakti që theksuat që pas kuvendit të 31 janarit, nëse s'gaboj, thatë ka pas përndjekje nga ana e leadershipit të LDK-s ndaj disa njerëzve në LDK, i bjen që ka përqamje, se përndjekja ka kosto. Ajo nuk është një prit për juve, për vetë faktin që ka pas përndjekje, ju e keni thirrë edhe njëherë një kuvend me testu nëse zoti Abdigjiku duhet me drejtu LDK-n apo jo. Qëndrimi juaj është mos me drejtu, sepse thirrja e kuvendit është për shkarkimin e zotit Abdigjiku. Ka pas tendencat e tilla, po, gjithsesi, por mendoj që ato kanë qenë në numër të kufizuara dhe nuk, sepse ke parasysh zoti Gaboshi nëse prizonit po besoj njofta. Përçarja nështë edhe për shkak të përvojave të hidhura që ne në LDK kemi, kështu Florian? Më hupe, Florian? Një tip Florian, pjesa përvojave të hidhura, nga përvojat i hidhura deri te ku e la tash ku të ndërpreva unë, nuk u dëgjove. Të ikë rjeti. Po them zakonisht në opinion kur themi ndarje, përqarje, sigur nënkuptohet një ndarje në 2 pjesë, 50-50. Dhe unë po flas për këtë nivel të ndarjes, përqarjes nuk mund të ketë në LDK dhe s'do të ketë dhe s'duhet të ketë. Përndryshe a do të ketë karige në LDK? A do të ketë karige në LDK? Jo, në asnjë mënyrë nuk ka pas